Shkolla e mesme Skënderbeu në Maliq do t'i nënshtrohet një rehabilitimi të plot pas shpalljes fitues të projektit të Bashkisë Maliq nga Ministria e Arsimit në kuadër të programit të bashkëfinancimit me pushtetin vendor. Investimi parashikon rikonstruksionin e plot të godinës së shkollës dhe sistemimin e teritorit përreth, me synim krijimin e kushteve moderne dhe dinjitoze për zhvillimin e procesit mësimor. Përveç funksionit arsimor, godina do të shërbejë dhe si një qendër komunitare në funksion të banorëve. Ky është një tjetër projekt i rëndësishëm që vjen si rezultati i bashkëpunimit mes qeverisë dhe pushtetit vendor, ndërsa arsimi mbetet një nga prioritetet kryesore të investimeve në Bashkinë Maliq, thot nënkryetari i bashkisë Eridion Rustemi. Në kuadër të bashkëpunimit që kemi me Ministrinë e Arsimit për bashkëfinancimin e institucioneve arsimore në territorin e Bashkisë Maliqit, Bashkia Maliq është shpallur fituese për bashkëfinancimin e rehabilitimit të gjimnazit të qytetit Maliqit, një nga shkollat më të rëndësishme të bashkisë tonë. Ky investim konsistonon gjithë rehabilitimin e shkollës në fasadat e jashtme, në ambientet e brendshme, pajisjen me bazë materiale për zhvillimin e kushteve mësimore sa më të përshtatshme dhe bashkëkohore, për të krijuar nxënësve një ambient komod për realizimin e një procesi mësimor në mënyrë sa më të rregullt dhe sa më korrekte. Pas rehabilitimit të qendrës kulturore komunitare Dimitër Orgocka, ky është objekti i dytë në qendër të qytetit që do të transformohet tërësisht, duke kontribuar në përmirësimin e infrastrukturës publike dhe cilësisë së jetës për komunitetin.